Përshëndetje shikues nderuar të televizionit Bojnë, ju përshëndesim nga studio i televizionit ton të gjithë juve që jeni duke na ndjekur në këtë ditë të veçantë për të gjithë shqiptarët. Sot në ditën e pavarësisë së Kosovës, ku pra me 17 shkurt të vitit 2008 Kosova shpallet të shtet i pavarur. Kaluan pra 15 vite që Kosova është shtet i lirë, pra ku 15 vite më parë në sallën të mbushur plot nga e cila ishin drejtuar sytë e miliona shqiptarëve në çdo cep të trojave shqiptare, por edhe të globit, u shqiptuan fjalët që bartin ëndrat dhe sakrificë herojsh ndër shekuj Kosova shtet i pavarur dhe demokratik. Me 17 shkurt pra të vitit 2008 në orën 15:39 në Kuvendin e Republikës së Kosovës në Prishtinë, leximi i deklarantës u bë të pavarësisë pra të Kosovës është bërë nga kryeministri i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi në praninë të deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe presidentit të Kosovës, pra deklaratën të cilën në këtë moment e do e ndjekim së bashku. Ftoj kryeministrin e Kosovës, zotin Hashim Thaçi, që ta paraqet propozim deklaratën e pavarësisë. Ftoj të gjithë të qëndrojnë në këmbë. Deputet. Nderuari zoti kryetari i Kuvendit, nderuari president, të nderuar deputet, të nderuar mysafir, nderuara familje Jashari, nderuar familje Rugova, faleminderit Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Respekt. Tani me lejoni që duke ndjerë rrahjet e zemrës së gjyshërve tanë, në veshët tonë, unë me nderin dhe privilegjin më të madh, do të lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Deklaratë për pavarësinë e Kosovës. Të mbledhur në mbledhjet e jashtëzakonshme me 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, duke ju përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj, të zotuar për të përballur me trashëgimin e dhëmshme të së kaluarës së afërt dhe në frym të pajtimit dhe të faljes, të përkushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit dhe respektimit të diversitetit të popullit ton, duke reafirmuar dëshirën ton për të integruar plotësisht në familjen euroatlantike të demokracive, duke vërejtur se Kosova është një rast i veçantë që del nga shpërberja jo konsensuale e Jugosllavisë dhe nuk është precedent për cilën do situatë tjetër. Duke rikujtuar vitet e konfliktit dhe dhunës në Kosovë, që shqetësuan ndërgjegjen e të gjithë popujve të civilizuar. Duke qenë mirënjohës që gjithë botës që ndërhyri me 1999, duke hequr në këtë mënyrë qeverisjen e Beogradit mbi Kosovën, dhe duke vendosur Kosovën nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara, duke qenë krenar që Kosova që atëherë ka zhvilluar institucione funksionale shumë etnike të demokracisë, që shprehin lirisht vullnetin e qytetarëve tanë. Duke rikujtuar vitet e negociatave të sponsorizuara nga ndërkombëtarët ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, mbi çështjen e statusit tonë të ardhshëm politik, duke shprehur keqardhje që nuk u arrit asnjë rezultat i pranueshëm për të dyja palët përkundër angazhimit të mirëfill të udhëheqjes kosovare dhe rolit të rëndësishëm ndërkombëtar.
duke rikonfirmuar se rekomandimet e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara presidentit Mahdi Ahtisari të ofrojnë Kosovës një kornizë gjithëpërfshirëse për zhvillimin e saj të ardhshëm, janë në nivel me standardet më të larta evropiane për të drejtat e njeriut dhe qeverisjen e mirë. Duke qenë të vendosur që të shohim statusin ton të zgjidhur në mënyrë që të jepet popullit ton qartësi për të ardhmen dhe të shkohet për te konflikteve të së kaluarës dhe të realizohet potenciali plot demokratik i shoqërisë sonë. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bën sakrifica të mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Atë rikthehemi sërish në studio për të njoftuar me një material tjetër të cilin do të keni mundësi që ta ndjekni në vazhdim. Me disa intervista të cilat i kemi realizuar me disa bashkëvendas tanë, të cilët kishin mundësi që të arrijnë shkollimin e lartë pikërisht në Kosovë. Dim që Kosova ka hapur dyert për shumë bashkëvendas tanë që të marrin arsimimin e lartë me dekada të shumta, ku kemi intelektual të shumtë të cilët kontribojnë si këtu në Malsi dhe në vende të tjera. Pra kemi disa intervista në periudha të ndryshme kohore të cilet ata kanë ndjekur në studimet atje, për të ndarë me ne se si ka qenë kjo periudhë dhe si kanë pritur pavarësinë e Kosovës, si e shohin Kosovën sot. Po, do thotë, thjesht ishin pak vite të vështira, domethënë se ishin mbas luftës Kosovës, vitit 99, dhe ne faktikisht unë fillova studimet vitin 2002. Domethënë në Universitetin e Prishtinës dhe ishte një gjë interesante se në atë kohë një pjesë, jo një pjesë, po thuaj se gjithë malësorët përpara gjeneratat e ma hershme kishin shkuar studionin në Prishtinë, edhe kishin bërë si tradit, pasi që kufiri me Shqipërinë për shumë vite, për shumë dekada vërtet, ka qenë i mbyllur, dhe ne jem gati me thënë me ata të fundi që shkuam ashtu në mënyrë masive në Prishtinë, dhe normal do thotë janë vitet 2002 dhe në vitin 2006 që unë kur diplomova, dhe gjatë atyre viteve edhe ishte edhe ma shumë Kosovën, pasi që kaluan edhe 4 vitet më të bukura, i thonë gati kështu, të jetësime në Prishtinë, pra në Universitetin e Prishtinës, dhe thjesht të gjithë ne që kemi dalë atje, masanej përveç Tuzit Malqis, si atlet dytë e kemi një Prishtinën. Më thonë dhe normal që gjitha këto atë ndikuan që të ndijemi edhe më afër edhe Prishtinën, edhe më afër edhe pavarësinë e Kosovës, më thonë e mbaj mend 17 shkurti në vitin 2008, pasi para 15 vitesh, bile rastisht duke shikuar edhe televizorin, në atë kohë se përcjellej drejt për drejt nga radio-televizioni i Kosovës momenti i shpalljes pavarësisë, i nënshkrimit të deklaratës, dhe ishte një gjë mallore historike, dhe kemi edhe fat që kemi jetuar disa vite që ndoshta sot nuk vadim vlerën sa duhet, por në të kaluarën kanë më bë do të jenë, do thotë, histori, dhe kjo gati 15 vite pra do thotë kaluan. Kështu që është pra po them një ngjarje e cila ka filluar vite më parë, kosovarët gjithë e dim se kanë vojtur, e kanë merituar diçka të tillë, edhe pse Serbia herë mas here e kemë vrejtur mundohet domethënë të bëjë probleme përmes veriut, përmes elementit që kanë atje të vacën gojë pavarësinë, të mohoj, të tërheqin njohjet e tjera, pra thotë ndërkombëtare të cilat janë bë, por Kosova mirë qëndron, fati i saj janë shtoj normal partneriteti me perëndimorët, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ai shteti i cili edhe qëndron, do thotë mbas kësaj pavarësi, dhe unë shpesh edhe them kështu edhe publikisht edhe jo publikisht që për ne shqiptarët është një fat që kem këtë rivalitetin Sheba-Rusi, dhe Shebaja ne na shes si gardh antislav. Pra, thotë, dhe kjo është arsye pse ne na përkrah, dhe pse ne na duhet ta shtaruajmë edhe atë miqësinë, se nëse kthehet ndryshe, masane i shtrohet pyetja se çka do ndodh. Mirë po, me çka shifet, do thotë, deri me tani, me çka shifet 15 vite pavarësi,
Do kështu kështu duken pakta për historinë mirë, po kështu behen vitet dal nga dal, me çka shihet me funksionimin e këtij shtetit, ka treguar se din mbaj rend dhe setësi, ka treguar domethënë se din ta ruaj territorin e saj, ka treguar se din të bashkëpunojë me vende të tjera. Domethënë kjo është një datë e cila me vërtet shënohet edhe me gëzim, edhe kur e shohim çdo vit do të shënohet më me gëzim. Ashtu që se një ish, do thot studenti i Prishtinës, një njeri që ka arritur shkollimin e lartë në atë shtet, i falenderoj, do thot për çdo rast, do thot për çdo mbështetje, për çdo gjë që kanë bërë për ne, për mua personalisht, por edhe për shqiptarët e Malit Zille, sidomos të Malësisë, malli do thot se në kohë vështira na kanë ofruar dritë. Ashtu që unë nga zemra uroj gëzuar, domethënë këtë ditë mallit të pavarësisë, dhe dhash Zotit që shqiptarët për ditë më shumë të jetë lidhur dhe Kosova të mbijetojë si shtet ndërshekuj. Po ne duke ju falenderua Kosovës, Malësia, po të thomë kështu, se sot, po mos të kishte qenë Kosova, Malësia ishte kënë alfabete, do më thanë se nuk kem pa rrugë dalë tjetër shqiptarët vetëm shkollimin në Kosovë. Fakt se me 81 jem ke një numër i madh i studentave nga Malësia, po thuaj se ka qenë numri diku rreth 360 studentë, të cilët kem studiuar në Prishtinë, ashtu që na kanë prit, na kanë ofruar çdo gjë. Ndoshta i kanë lënë vetit për me në regjistruar ne shqiptarëve nga Malësia. Me 81 si unë, si një pjesë e madhe e studenteve i kem përkrah. Në çdo aspekt i kem përkrah, edhe demonstratat që i kem pase pa drejtësia që bëhajnë në atë kohë ndaj Kosovës. Ishte për shembull atje, kam pas rastin të bisedojmë që studentat jo shqiptar diplomoshin para neve, si ishim shqiptar, vetëm e vetëm për t'i vëzën vendet në Kosovë të punës. Ashtu që ne u qil la rasti, Kosova e fitoi pavarësinë, ashtu që ne po thom jem krenar, jo na studentat e Prishtinë, por gjithë shqiptarët pa marrë parasysh se ku janë. Ju kujtohet ajo ditë si e përjetuat këtë lajm? Ajo dita ishte dita më e gëzueshme për ne, jo vetëm për ne studente që kem qenë atje, po besoj për gjithë shqiptarët jashtë Kosovës. Dhe sot pas 15 viteve si shihni Kosovën, besoj ndjekni lajmet, informacionet dhe bëni edhe vizitat, kështu që sot si u duket? Isha me nxënësat mi 2 herë në Kosovë. Në ekskursion me nxënësat nga Malësia këtu, kënaqësi ishte me pa se si ka ndryshuar Kosova. Është një kënaqësi, domethënë jashtëzakonisht, sot Kosova po shkon në rrugës drejt demokracisë, ashtu që kur kush nuk e din më mirë se ai Zoti i shtëpisë se çka i lypet popullit vet. Edhe ashtu që Kosova sot ka një zgjedhje demokratike, është një shtet i përparuar edhe ekonomisht të shkuar, ashtu që kënaqësia më e madhe është për ne kur e shohim një situatë të tillë. Faleminderit që datë me ne. Faleminderit edhe gëzime dhe urime gjithë Kosovës edhe gjithë shqiptarëve. Po unë kam një shkollë lartë pedagogike në Prishtinë, dega fizik kimi. Jam regjistruar në vitin 1985, studimet i kom përfunduar në afat të caktuar, domethënë me 1987. Sigurisht se në fillim ka qenë pak, domethënë, vështirësi për mua se ishte hera e parë që dola në një ambient të tillë, mirë po nuk u desh shumë kohë që të adaptohem duke ju falenderuar mikpritjes së tyre, domethënë kemi qenë të mirëpritur, jo vetëm unë, por mendoj të gjithë studentët e Malësisë kemi pas përkrahje nga studentët tjerë, nga stafi për institucione, ashtu që kemi qenë numër të madh studentësh atëherë në Prishtinë, jo si sot, ndoshta ka edhe sot, por jo aq shumë se atëherë ishte qendra kryesore ku shkollin malësorët me krye fakultete së shkollimet më të hershme. Po si ishin ato vitet e të lehta pikërisht në Kosovë? Mund na veçuani diçka tjetër që ndoshta ju kujtohet? Po nuk do të më harroj se atëherë ishte ende periudha e komunizmit, domethënë ishin evidente ato, si me thënë, lëvizjet e para të asaj popullate për kërkesat e reja, për ndryshimet që ma vonë edhe u realizuan, domethënë me dëshirën e tyre. Pikërisht në këtë datë, pra me 17 shkurt të vitit 2008, Kosova bëhet shteti i pavarur, fiton pavarësinë. Ju kujtohet si jemi pritet këtë lajm? Po më kujtohet shumë mirë. Mendoj se jo vetëm unë, por secili që ndjen vetin pjesëtar të kombit e ka prit me gëzim të madh. Shpalljen e pavarësisë është një datë që meriton
të zënë vend posaçëm në historinë, paraqet një kthesë në periudhën e re, kretë mbar kombit, ku do që jem, domethënë pa kur farë rezervet. Kjo njëkohësisht edhe na jep një farë guximi që gjithmonë të dalim me kërkesa natyrisht aty brenda komisjeve që neve na takojnë edhe natyrisht ato me angazhim, me sakrifica, natyrisht ato kanë jashtëzakonisht të mëdha, por më në fund u realizuan një ëndër e kamotshme. Faleminderit edhe juve, një herë dua t'ju uroj ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, e në veçanti popullit të Kosovës. Faleminderit. Atëherë shikues të nderuar, unë dua t'ju falenderoj që ishit së bashku me ne në këtë rubrikë të cilin e kemi kushtuar 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Dua edhe një herë t'ju uroj të gjithë shqiptarët, të gjithë shqiptarët e Kosovës për pavarësinë, qoftë ky shtet gjithmonë sa të ekzistojë në njerëzimi. Në vazhdim do keni mundësi që të ndjekni edhe pikë muzikore të cilat pikërisht i dedikohen kësaj dite veçantë.